Përshëndetje të dashur miq, ndryshe nga herët e tjera, sot do realizojmë një bisedë sa miqësore, aq edhe profesionale. Sikurse kemi parë në prononcimet e mëparshme, unë quhem Lindita Tela, jam zëvendës ministre e infrastrukturës dhe energjisë. Së bashku në studio kemi zotin Aqil Bajrami dhe zotin Rako Paja, ministri i infrastrukturës dhe energjisë për qeverinë teknike. Mirë se keni ardhur. Faleminderit. Sikur se dihet, pjesa e Ministrisë së Energjetikës dhe Infrastrukturës përfshin kryesisht pjesën e energjisë, pjesën e infrastrukturës, pjesën e rafinerisë së naftës, gazit natyror, ashtu edhe ujit. I ftuar me ne është zoti Aqil Bajrami, është kënaqësi për ne që ju kemi këtu. Fillimisht doja të bëja një parantezë në lidhje me zotrin dhe interesin e tij për ardhjen në partinë tonë. Aqil Bajrami është i ardhur nga Kosova në zonën e Ferizajt, është lindur në vitin 1948, prej vitit 1970, zotria jeton në Gjermani, prej 55 vitesh në mërkim. Profesioni i tij konsiston në energjinë bërthamore, është ekspert i hidros, i qymyrit, i rafinerisë së naftës dhe energjisë bërthamore. Ju keni shfaqur interes të vazhdueshëm për përfshirjen në Partinë Shpresa Demokrate dhe për të dhënë normalisht kontributin tuaj. Çfarë ju nxiti që të vinit në bashkësinë tonë, në komunitetin tonë, në partinë tonë? Unë isha interesuar që këtë kapacitet që është në Shqipëri me shfrytëzue diqysh. Dhe unë gjinem me një gjendje ku jam i kënaqur se kam edhe kohë tash edhe provujet timet e tashtë që i kishëm, dëshiroj që ma të tjetë përdorën. Jem i kënaqur që më keni thirrur ju këtu, i bindur që ka mundësi me na ndihmu neve, jo me na ndihmu neve për zgjedhjen e energjisë që është e nevojshme në kohën sot. Zotin Nxirë më falë, të ndryrë, kur thoni të ndihmojmë juve, ke fjallën që Shqipëria të ndihmojë Gjermaninë? Unë mendova tash si njerëz, neve tash, ne populli kena nevojë për energji, populli për ne shqiptarë mendova. Shumë drejt. Shqipërisë normalisht i nevojiten ekspert, i nevojiten inxhinier, të cilët normalisht janë të profileve të ndryshme, por duke qenë se ne jemi sektor energjetik kryesisht, normalisht edhe kontributi juaj është shumë i vlefshëm. Ju normalisht keni eksperienca të ndryshme gjatë përvojës suaj jetësore. Ne realisht kemi hasur 2-3 pika në cilat do t'i diskutojmë dhe do t'i bashkëbisedojmë, në të cilat konsiston kryesisht. Një ndër eksperiencat e rëndësishme tuajën është dhe centrali i madh 1200 MW në Holland, në Rotterdam, e cila është ndërtuar nga kompania e madhe Hitachi, që nuk i jep të dot zgjidhje nga ana profesionale. Zoti Aqil Bajrami mori përsipër këtë vepër të madhe dhe për të bërë funksionale dhe sot impianti është në funksion. Ç'mund të na thoni në lidhje me këtë eksperiencë tuaj? Këtë problem ishte shpallur 2012, kur firma E.ON lajmëroi këtë problem me firmën Hitachi dhe u deshte një zgjedhje për këtë problematikë. E.ON ka porositën TÜV Nord. TÜV Nord më ka organizuar mua që me shkuën e me këshyre se çfarë mundësie ka me ndihmu atje. Atje u pam se si problem ishte Kesselberaj, më kazoni i cili për atë që kishin Hitachi porosit në Kinë, atje kishin ndërtuën edhe me ani kanë bë transportin në Rotterdam, aty tashti E.ON u interesoj se çka kena morë, çka në kanë quat neve. Aty kur të çon një objekt i cili ban transportin edhe duhet edhe dokumentacioni me qenë. Unë firma E.ON porositi mua që me shku me këshyra ati, qinezët e këshin bërë punën,
dhe në dokumentacion s'kishin kur farë sistemi ose përgjegjësi. Ju bë gjithë mbikëqyrjen e projektit, po thonë. Mbikëqyrjen. Këshyra unë aty se normal është një kësi kazan kur të ndërtohet, më thonë jenë shumë onësh, me shumë gypa, cilat atë e në saldum, aty duhet dokumentacion mas së pari se qëfar materialnet ata kanë porositën, a kanë certifikata për ata materialne, a kanë certifikata për ata salduset që kanë bo, a jenë salduset e cilët ndodhën aty kanë numër, duhet me qenë dokumentum, aty në atë dokumentacion cilën që nëzë dhe këshin s'pat kur gjën të heqë. Atëherë u detyru firma e jonë diçka të boni. E vendosën që një zgjedhje patjetër se Hitachi nuk bashkëpunoj keme për këtë zgjedhjen e këtij problemi. Hitachi e morë përgjegjësinë e vet dhe vendosi me 4 milion euro një fond me qel dhe me kësaj teme me zgjedhje të qyshme. Pra ju ishit garancia nga ana teknike dhe inxhinierike e projektit. Ashtu. Aty unë propozua na thamë se një firmë cila bëjke videoskopi cili 30-40 metra gjatë, me dhe gjitha gypat me këshyrë se ku gjinë në ta saldimet dhe në çfarë gjende jenë. Se për joshta nuk u pafsh në ta ishin gjëros, të zdike se kur se ku e shako. Pas pare u desh kemi gjetë me videoskop, mi shënu... Evidentimi problemi. Po, mi shënuën të në reze me qitë, me këshyë gjenën se si janë, në qofë se është e nevojshme edhe me reperua. Pra ju evidentonit problemin, shikonit nëse ka amortizim projekti dhe jep një zgjidhje problematikës në cilët hasni gjatë rrugës. Ashtu unë ishe gjithmonë, dhe më thonë... Ishit në mbikëqyrje të projektit? Gjithmonë në 6 muaj ka vanua ky projekt dhe ishe gjithë kohën aty bashkë me ata që videoskopi bëjshin. Zotë inxhinier, juve po na thoni që një impiant i madh, 1200 megawatt, i cili pati një defekt dhe u gjend shqiptari krajinës tonë, i Kosovës, në Holland, dhe zgjidhi një impiant për 6 muaj që ai sot është funksional apo jo? Ashtu është. Ata Hitachi dhe jonë ata nuk bashkëpunojshme dhe patën hub komunikacion këtë, kështu që ata komunojshme vetëm në mjet advokatëve. Kjo është krenari që neve shqiptarët, kudo që i kemi, dhe në Gjermani dhe mbar botës, siç e shikoni të dashur qytetar, se ne si ministri do bëjmë gjëra që s'janë bërë ndonjëherë përpara. Ne do mundsojmë për herë të parë dashur shqiptar energjinë fotovoltaike dhe atë hidrike, ta kemi bateri. Kur e gjithë Evropa s'do ketë energji, Shqipëria do t'i ketë këtë mundësi, të ketë energji për Shqipërinë natyrore. Ne do mundsojmë edhe gazin natyror. Për gazin natyror në Shqipëri as u ka shkuar ndërmend askujt. Ministria jonë do ta ketë pikë të parë. A keni ju në eksperiencë si inxhinier mbi energjinë natyrore të gazit natyror? Gazdave natyror të cilat janë kam provoja me hidrogen, teri tash jo, vetëm se ky jo problem, kjo është kënaqësi që të na gjendet ky gaz i cili i gatshëm është me 80, i cili pi tokës buran me 84%, dhe ai funksion, ai ndezet, ato mund me përdorë si gaza tjera. Atëre, Shqipëria do ketë prodhim nga gazi natyror mbi 84%, që është ndodhet vetëm në territorin e Shqipërisë. Ashtu. Këtë janë mbasëndime që kemi bërë ne. Bazuar këto në resurse dhe në burimet që ndodhen në Shqipëri. Ato ndodhen në buzëqësi, është
zume, buron pi tokës. Inxhinier, ju falenderoj shumë. Një ndër eksperiencat e tjera është edhe përgjegjësia juaj si specialist për tubacionet pipeline, që është 38 kilometra, sikurse ju na thatë edhe më parë, ku gazet transportohen nga qendrorja në qytetet dhe stacionet specifike. Si mendoni të implementohet kjo në Shqipëri si teknologji? Si e referone? Nuk shoh ku fa problemi këtu, pse në Shqipëria e ka gaznat natyrore që do gjinden. Po. Mënyra teknike është sot pa kufizim, s'ka ku fa problemi. Inxhinierin, forma inxhinierin, provoja, unë për veti kam kom pas, si thua edhe ti, 38 km më koni përgjegjën to, di se çka. Çfarë keni bërë saktësisht në këtë 38 km pipeline? Isha i përgjegjur esma për materialet të cilët neve na i çunë dhe ku i lanë ata me se qysh i mbrojnë ata, çfarë kvaliteti janë, dokumentacion, certifikata e saldusve, tëna fillon provimi për cilën e provimit dhe më pas saldimi, mas saldimit tëna pastrimi i atyne Pra gjithë proceset teknike. dispozitet teknike, tëna aty fillon ultrazao kontrol, në qoftë se ka nevoj edhe rezidjeli, aty vinë edhe problemet kanë jetë natyrës, në qoftë se ka ndonjë nërhekurllur ose Cila do ishin problematika që mund të hasen në Shqipëri në lidhje me këtë profil? Unë nuk shoh problem vetëm se toka e Shqipërisë është e përbajnë me gurzi, ka gur, nuk është sikur atje në problemin tjetër në gjendin të punë ka qenë zallin, zalli i butë, ishte i pa komplikum, nuk na ndalken ndoshta ndonjë herë ndonjë gurt mëdhaj pi kohës akullit kur kanë orë pi Skandinavijës, ama ishte e rrallë. Këtu në Shqipëri ato nuk ndodhen, këtu janë natyra është pak më ndryshe, vetëm se aty Gjithsesi ne kemi mjaftueshëm inxhinier gjeodet që bëjnë edhe studimin e tokës, kështu që besoj se edhe projektet do keni tjetër vazhdueshmëri. Po. Faleminderit. Një nga ekspertët për kastorët, brenda të cilëve ka dhe uran, e cila akumulohet aty për 25 dhe 30 vite, që të ulet radioaktiviteti, është një ndër tjetër eksperiencat që ju keni. Ç'mund të na thoni në lidhje me këtë? Zvicrës kam pas një detyrë që se në Gjermani ose në Zvicër është për përfundimin e materialeve nuk është e rregulluar halo. Firmat sicile qendër bërthamore është e detyruar për materialet e vete me gjetë vend të kufizuar deri të gjendet një vend i përgjithshëm. Për ai vendi kufizuar është 25 mas pak të ndoshta 30-40 vjet. Ato tëna janë kastorat të parapom dhe une kam qenë i sinqert që në atë detyrë ma dhanë mua dhe u deshke me shku te firma ku ata kastor behelta derdhën dhe mbi këshyrjen e të mënë se si ai proces funksionon, të në mbas ftofësie se ati procesi punon, fillon pastrimi, mas pastrimit fillon para punimi për kontrolin e ultrazon. E unë jem si kvalifikuar, dhe me thonë, edhe në saldim, edhe në kontrolimin me ultrazon, isha në gjendje atë proces me përcjell pej derdhjes, deri në fund të përpunimit. Atë provoja kam unë në Zvicrës në Gjermani, ku mujme ju thonë. Rako Paja, si Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë, normalisht do kemi bashkëpunime të vazhdueshme edhe në sektorin e hidrokarbureve. Si e mendoni implementimin e kësaj industrie brenda ministrisë?
Për mua është një kënaqësi e madhe që inxhinierin me eksperiencë 55 vjeçare ta ndjekin live qytetarët shqiptar, ku bashkëpunimi jon do jetë në nivele të larta. Për herë të parë Shqipëria do ketë bashkëpunime me intelektual dhe personalitete që kanë arritur të zhvillojnë ekonomitë e botës, siç është ekonomia gjermane. Ne do bashkëpunojmë fort. Plani i ministrisë do të jetë në tubacionet e gazit lëndshëm, por jo vetëm, do jetë në hidrogjen për herë të parë Shqipëria të dashur qytetar është vendi i parë në botë, jo them me përgjegjësi të plot, me hidrogjen mbi 85% në këtë vend fantastik që ka Shqipëria. Ne do bëjmë bashkëpunime të shumta duke krijuar hidrocentrale që sot Shqipëria ka në bateri të mëdha të dashur qytetarë. Dhe energjinë e prodhuar nga dielli, nga parqe të mëdha fotovoltaike, nga era, kjo energji do përdoret dhe energjia e hidros do përdoret vetëm për eksport me çmim shumë të lartë, të cilën këtë çmim do ta përdorim për të rritur pensionet e qytetarëve pensionistëve shqiptarë me 600 euro. Kështu mund të rritet dhe mund të mundsohen pensionet me 600 euro. Duke patur bashkëpunime të frutshme inxhinier, besoj teknikisht kjo realizohet. Ashtu është. Atëherë Shqipëria do ketë më të mirat që si ka Evropa dhe bota. Do ketë energji, ku në Evropë së shpejt do mungoj, do ketë ujë, ku së shpejti në botë dhe në Evropë do mungoj, sipas studimeve tona dhe eksperiencës dhe njohjeve që kemi, të cilat janë duke u arritur me 15 dhe 20 vjet, ku do jetë shumë problem i madh inxhinier për ujë. Shqipëria dhe këtë e ka. Kemi shumë prodhim nafte, hidrokarbure. Nafta të dashur qytetarë shqiptar është një nga kanalet më të mëdha që kalon në botë. Është në Shqipëri. Do mundsohet nga shtetet më të fuqishme të botës, nga Amerika dhe Gjermania, të jetë burimi i parë për qytetarët e vet, për shqiptarët me kufi natyrore, të jetë me 30 cent ose me 300 lekë litri. Për të mundsuar një ekonomi të zhvilluar, për të punuar bujqësinë, duke patur një naftë të lirë, bujku mund të punojë dhe të nxjerrë ekonomi të lartë për veten, familjen e saj, por edhe për shtetin. Unë mendoj që bashkëpunimi me specialistë dhe ekspertë si puna juaj, që presim të na vinë dhe shumë të rinj, do japin një shtys shumë të lartë Shqipërisë dhe ta ngjisim ata në maja. Të tërë bashk, ne mund të arrijmë që Shqipëria natyrore të jetë në maja me ekonomi. Duke punuar fort, duke mundsuar ato që na ka dhënë Zoti. Ne ka dhënë Zoti diellin, ujin, tokën dhe gazin. Inxhinier, unë e kam si informacionin tim, e kam informacion të lexuar. Ju keni më shumë eksperiencë. Do doja më shumë të gazi natyror. A është 80%? Sipas dionijës së sotshme, 84% caktuar dhe 84% hidrogen ai ndezet me ato mund me punu. Dhe një jo problem është një kënaqësi se shumica e hidrogenit kanë frikë. Hidrogeni është një gaz i cili mund me ma i kalkulum, ai gjithmonë është ma i lehtë dhe shkon gjithmonë përpjet. Dhe më thonë, kufizimin besoj se të dashur qytetar hidrogjeni
është një nga lendët më të sigurta në botë dhe falë Shqipëria që ka. Ai është natyror në Shqipëri, nuk do përpunim. Apo jo? Ashtu. Për mendimin tim, kjo ishte një intervistë e jashtëzakonshme. Të falenderoj që falenderojmë shumë. morë pjesë në ministrin ton. Morë Morë pjesë në ministrin ton. Ne presim të rinj dhe të reja bashk edhe me ju, të ecim përpara në punë të shumta që na presin. Shqipëria pret ndryshim. Shqipëria pret hekurudhat, pret trenat, pret tramvajit, pret rrugët e fshatit që janë pa rrugë. E gjuna 2025 pa rrugë. Energjia nuk duhet të takohet. Pensionistët, energjinë falas. Ministria e Energjisë është zotuar që për pensionistët do jetë falas energjia. Nderuar inxhinier, ne në planin ton do kemi parqe të mëdha për pensionistët që të bëjmë pjesën e që folëm më parë. Pensionistët të kenë zero kosto. Ato 600 euro të pensionit të paguajnë vetëm 2% të taksës së shtetit dhe të jetojnë për vetë tyre. Edhe ilaçet dhe tërë do janë falas. Për ju do punojmë të dashur qytetar, ne jemi shërbëtorët tuaj. Faleminderit për kohën, nderuar zoti Aqi Bajrami, dhe të shihemi në bashkëpunime në punë në praktik. Së shpejti. Me kënaqësi priti këtë kohë të vjen dhe të fillojmë sa më shpejt. Mos pritmi, mos ta xhojmë shumë kohë. Sa më shpejt. Ju falenderoj për prezencën, ju falenderoj shumë për eksperjenca që ju ndat me ne. Do donim të bënim edhe një thirrje që është për gjithë inxhinierët të kategorive të ndryshme, që janë profilit elektrik, profilit të hidrokarbureve, profilit topografik të gjeodet, të gjithë inxhinierët të cilët janë të aftë brenda dhe jashtë Shqipërisë, i ftojmë të marrin pjesë dhe të jenë prezente ne në çdo projekt tonë. Ju falenderoj shumë dhe uroj të takohemi në raste të tjera. Faleminderit shumë. Unë doja që dhe në gjermanisht një thirrje në shpresën e kombit që shqiptarët se Cila do ishte slogani juaj? Si kënaqësi është për mua që kam këtë mundësi edhe shqiptarët që jenë më të vogël, ti rrinë atje në gjuhën gjermane pak. Shkurtimisht. Me tregu atyre se çka ka Shqipëria, sa është Shqipëria e pas se çfarë mundësie kemi. Një fjalë shkurt. Është kënaqësi. Das Land Albanien. Unser Land Albanien hat Riesenpotenzial in Bezug der Energiesektorsicherung. Nirgends weltweit gibt es die Möglichkeit, das, was wir in Albanien haben. Wir haben eine natürliche Energie, die zu 84% angereichert ist von Natur. Brauchen wir keine Energie dazu zu tun. Wir brauchen nur anzuwenden. Viele Länder, ich weiß es, dass von Bundeskanzler Scholz, der ist nach Kanada, nach Norwegen, Australien gereist, um möglicherweise Wasserstoff zu beziehen. Dieser Wasserstoff, die dort erwerben möchte, der ist nicht so wie bei uns zu haben. Der muss dort produzieren mit Erdenergie, mit Sonnenenergie, Windenergie, außer Wasserkraft. Plus Transport. Also diese Energie, die wir in Deutschland bekommen, die wird nicht so preiswert sein, aber es ist notwendig. Wir in Albanien haben wir den Vorteil, dass wir diese Energie, die Natur uns geliefert hat und kostenlos zur Verfügung steht, wir brauchen nur anzuwenden. Deshalb ist eigentlich angebracht oder ist ganz gut, freue mich, wenn viele von unseren junge Leute, die Technik interessiert sind, die Möglichkeit haben, mit uns in Kontakt aufzutreten, vielleicht Informationen zu holen oder auch zu liefern, wenn es. Ich werde versuchen, auch mit der Wirtschaftsministerin Deutschlands, Katharina Reiche, Kontakt aufzunehmen und
Ihre Meinung zu hören, was sie dazu sagt, was sie vielleicht uns auch hilft oder auch Energiebedarf von uns beziehen möchte, wie wir, ich möchte diesen Kontakt mit ihr aufnehmen. Das ist aber ein Versuch, also ich habe noch keinen Termin mit ihr, ne? I nderuar inxhinier, të falenderoj për këtë shpallosje në gjuhën gjermane, por me që keni ministrin në të tavolinë, unë do doja që në gjermanisht u bësh thirrje investitorëve gjerman që do të investojnë në Shqipëri, por me kusht. Shqipëria ka ndryshuar. Kontrata do jenë për 15 vjet për energjinë, për rrugët, për çdo gjë që ka Shqipëria për naftën, por kush është kushti? 50% e prodhimit do kaloj për herë të parë të dashur miq për investitorët. Ne do preferojmë që investitorët jenë gjerman, amerikan dhe austriak. Këto do ketë përparësi ministria. 50% të investojnë dhe të marrin kompani që do investojnë, kurse 50% do i shpërndajnë për popullin shqiptar. 20% për zonën ku do investohet dhe 30% do kaloj për shtetin shqiptar. Kështu që gjeta rastin të bësh një thirrje për investitorët gjerman që mirë se të vinë. Këtu do kenë siguri dhe garanci për investimet e tyre. Por për 15 vjet, jo pa limit. Toka e shqiptarëve do ngelet për shqiptarët. Investitorët amerikanë, gjerman, austriak investojnë, marrin fondet e tyre, kthehen prapë në tokën e tyre. Tu duam vetëm të rinj shqiptar. Të bashkoheni nga barbota, ju pret, Shqipëria do të jetë ajo me 40 milion banor. Shfrytëzimi i pasurive të Shqipërisë me profesionistë shqiptar. Ich rufe alle Investoren aus Österreich, Deutschland und Amerika hier in Albanien zu kommen und dieses Potenzial auszunutzen. Ministerium von hier garantiert uns einen 15-jährigen Frist, einen Vertrag zu praktizieren. Falenderojmë inxhinierin talentuar, zotin Bajrami, i cili mori iniciativën që të ishte pjesë e nismës tonë. Ju falenderoj dhe do jemi patjetër prezent në projektet e ardhshme. Dhe mirëserdhje në stafin tonë. Ju falenderojmë shumë. Edhe unë jem ashtu i kënaqur dhe me gëzim priti kohën ku ne mundem të fillojmë të bëjmë diçka, koha po kalon. Të dashur miq, së bashku mund të realizojmë gjithçka. Ju falenderoj.